Gjithkush do të donte që të kthehej ndoshta në kohë ndonjëherë, por për presidentin amerikan Barack Obama kthimi në kohë nuk përbën ndonjë ndryshim. Obama ka ngatruar datën me 3 vite kur ka nënshkruar në librin e miqve në abacinë Westminster në Londër në vizitën e tij zyrtare në Britaninë e Madhe, edhe pse më parë nuk kishte nguruar të pyeste për datën. Ndërsa zgjedhjet presidenciale janë parashikuar të zhvillohen vitin e ardhshëm dhe kur ai përballet me krizën financiare, ndoshta Obama vërtet do të dëshironte të ishte në datën 24 maj 2008, kur ai ishte ende një yll në rritje. Pikërisht me këtë datë, ai ka firmosur edhe në librin e pritjes në katedralen Westminster Abbey, edhe pse aktualisht jemi në vitin 2011. Ka qenë ky momenti i dytë më i sikletshëm i ditës së tij, ndërsa ishte në mes të një takimi mbretëror, orkestra e cila kishte kuptuar një pauzë nisi të luante himnin God Save the Queen, më herët se koha e planifikuar. Duke ndikur traditën edhe të presidentit Richard Nixon, Bill Clinton dhe George W. Bush, ai vendosi edhe një kuror në varrin e ushtarit të panjohur para se të shkonte të nënshkruante në librin e vizitorëve. Më pas, pyeti për datën kryetarin e abacisë, John Hall, dhe Obama shkroi: "Është një privilegj i madh të përkujtoj trashëgimin tonë dhe sakrificën tonë të përbashkët." E ndërsa zonja e parë Michelle përkëdhelte shpinën e tij teksa i nënshkruante, por pa mundur të ndalonte gafën e tij. 3 vite më parë Obama ishte duke zhvilluar një fushat në Puerto Rico, teksa i përballej në një betejë brenda partisë kundër Hillary Clintonit, por kjo nuk është hera e parë që Obama ka bërë një gafë. Gjatë ceremonisë së përrurimit të tij, ai bëri një gabim në betimin e tij duke bërë kështu që të bëhej një betim i dytë në një kohë tjetër për të bërë atë president ligjor.